për të thënë drejtën normal, besoj dhe ti nuk prisi që Hansi Flick që në këtë sezon të bënte maksimumin me Barcelona. Jo, absolutisht. Tani nëse do të flasim pak kështu, duk sikur Bayerni ja ngeci Lewandowskin Barcelona në momentin. E pasoi, pra dhe nuk kishte më çfarë të merrte sepse edhe në Bundesliga ndoshta ishte mësuar, me kishte edhe ai nevojë për të ndryshuar atmosferën dhe u mendua që ndoshta Lewandowski nuk do të ishte aq përcaktues tek Barcelona, por largua 33 vjeç, ë? Po, 33 vjeç, kishte fituar, një lojtar që domethënë po vinte në pjesën zbritse të karrierës, sepse nuk ashtu, por Barcelona duket se i dha një tjetër impuls dhe Lewandowski u përshtat, natyrshëm këtu ndikon edhe trajneri që përse për këtë motivimit ishte njeriu i dur në momentin e dur, ai sensi i golit nuk i ka munguar gjithë. Pjesa tjetër e Barcelonës është e bukur, ndërsa Lewandowski ishte njeriu praktik që shënonte rregullisht dhe nxirrte Barcelonën nga të lashtë, sepse është një skuadër shumë e bukur Barcelona, por që edhe ka dobësitë veta dhe këto sidomos e treguar. Po i shfrytëzoi Interi dhe treguar në javët e fundit. Barcelona pson edhe kollaj, sigurisht shënon, pson dhe tjep edhe Reali i shënoi 2 në fundjavë. Po, padyshim, edhe Reali. Po i treti erdhi pas katër në dyshit. Shënojnë gjithë. Por kjo skuadër besoj që psikologjikisht qëndron lart dhe merita Hansi Flick është qëndron besoj edhe në këtë faktor, sepse të përmbysësh Realin nga 0-2, ashtu si shkoi ndeshja, edhe në ndeshjen e kthimit që luajti në San Siro, pra përballë Interit, 0-2 ishin shifra, 2-3, por Barcelona po kërkonte golin e katërt të Lind. Në një ndeshje ku e kishte shumë pranë finalen, thuajse e kishte prekur finalen, mjaftonte vetëm të mbrojë. Mjaftonte të bënte kujdes. Por Barcelona kjo është dhe ndoshta më bukur që është. Ta fajsojmë pak Flickun këtu se thash dhe herën e kaluar apo do e kalojmë? Po sigurisht që do ta fajsojmë. Fajsojmë. Përgjegjësi ka. Japim përgjegjësi. Përgjegjësi ka, sigurisht. Po besoj se po. Se nuk jeni sigurt nëse do të ishte Interi në çifra 3-2, aty nuk do të kishte më lojë. As bëj fjalë fare.